Kemi marrë rrugën nga Prishtina për te konaku i familjes Bashota në fshatin Bubaves të Malishevës. Pas pak do të takohemi me fermerin Bujar Bashota, i cili do të na tregoj rreth punëve të fshatit që bën ai. E ja të shkojmë. Edhe pse vite më parë ishte diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, Bujar Bashota vendosi të përkushtohet më shumë lektorisë dhe buqësisë. As jeta jashtë vendit nuk e tërheq, thotë se të ardhurat nga puna në fshat janë të mjaftueshme dhe të kënaqshme për të dhe familjen e tij, prandaj nuk mendon të largohet nga vendlindja. Punën në këtë firmë, unë personalisht e kom fillu gjatë vitit 2010. Edhe kur kom kryer shkollën e mesme, ku pas fillu me studime, po gjatë viketër për dëshirës, Marokut, i kom ndihmu babit dhe familjes rreth punëve të firmës dhe punëve të fushës. Kur kom kryer fakultetin, kom diplomu në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Tani kom fillu punën si administrat dhe pjesë kontabilitetit në një kompani këtu në Malishev. Por e kom pa më të arsyeshme dhe më të levërdishme që më nal dhe kryesisht me punu punë të firmës dhe të fushës. Kur i kom përfundu studimet, kom pas mundësi me nal me jetu në qytet, po e du jetën e fshatit, i du punë të fshatit, për qenë më marrë me kafsh, kryesisht me lop, i ka pak edhe pula kështu si për hobi. Sa për jashtë, kom pas mundësi me shku, i kom një pjesë të madhe të familjes, më kanë thënë apo vjen, po kom thënë jo, edhe kom vazhdu këtu, sepse du me dha kontributin në vendin tem. Për mu është ma mirë me punu në firmën time, më marrë me bagëti, me bujësi, më marrë me lop, se për janë kafshë që dojnë kujdesje, janë shumë të mira, janë shumë turta. Se sa me hi me punu me dikun tjetër për një pagë solide, nështë sa me mbojt familjen, e mos lëmujt me arrit kur gjë. Ju kisha sugjeru shumë trive që me marrë me bujësi, qoftë me lop, ose pula, ose dele, dhi, qa do qoftë, është shumë ma levërdishme dhe ma e mirë. Për mendimin tam, nuk është turp që shumë tri më marrë me bujësi, qoftë me lop, dele apo dhi, qoftë është vajzë apo djallë, sepse ja vlen me këtë punë. Fermeri nga mëngjesi e deri në mbrëmje, bashkë me familjen, kujdeset për 40 krerë me lop, dhe nga të cilat me rreth 300 litra qumsht në ditë, Ministria e Bujqësisë, fermerin nga Malisheva ja ka dhuruar donacion 14 lopë qumshtore, si dhe kanë pajisur me një sistem solar për stallën. Kryesisht, punat këtu fillojnë në ora 6 mëngjesit, si të vijmë mëngjes filloj me pastrimin e plehut, pastaj pastrimin e greshëve, filloj me mieljen, ja qesim ushqimin dhe thëtë dhe tagjin, pastaj ja qesim ushqimin, ushqim të thatët, se si lajës në varet që shë kanë, edhe në ora 9 ju përfunda puna këtyne, dhe thëtë edhe ma deri në ora 4, ma këtu nuk as nuk ushqien, as nuk hinat e tu, se këtu ka nevoj për me pushu, ka nevoj për qetësi, edhe kështu. Pastaj në ora 4 vim prap, ja pasurim greshët, ja pasurim plehin, ju qesim me hangër ushqimin e herë, pastaj filloj me mielje, vita ju jopëm qumsht, ata që kanë me pi, aktualisht posedojmë rreth 250 litra qumsht ditore, ose 7500 dhe 7800 mujore. Besojmë se me këtë numër lëve, ku t'i largojmë vijat për qumshtit, do të arrim deri 300 litra qumsht, 350 varsisht ashti. Qumshtin e kemi të laktofrizin që lënë në temperaturë konstante për 4 gradë. Qumshtin vjen e merë të kemi bashkëpunimin e pikë grumbulluse këtu në Malishev, se në falenderoj për bashkëpunimin edhe ato, se në kanë ajtë gati dhe në kanë bështet. Kështu të lashe kryesisht s'kem, puna vazhdojnë mirë me vullnet. Këtu në shtallën tonë gjendet kryesisht raca semental, ka dhe për tyne që janë Holsteini Kurs dhe Holsteini Zi, po kryesisht është raca semental, për shkak se janë ma qëndrueshme, edhe në rast për shkak për mish janë ma të mira. Bashota ushqimin e bagëtive e siguron nga toka prej 25 hektarësh, që kryesisht e mbjell me misër dhe grur. Thotë se stalla dhe mjetet e punës janë vetë financimi fermerit.
Ushqimin për bakti e sigurojmë kryesisht për tokës tonë. Ka një pjesë që marrë me qëra, ka një pjesë që shfrytëzojna, dikush ne merre veç kosete dhe merre ushqimin për shkak se me pastru. Kryesisht i kemi rreth 25 hektar që i posedojmë dhe me qëra, një pjesë e kemi misër, një pjesë grër, do livadhe dhe jangjë, dhe kështu. Mjetet e bujqësisë kryesisht i kemi gjitha. Ka, normal, teknologjia pa avancon, mekanizmi pa avancon, po ka dalë me ku, do të mundohemi të bëjmë edhe më të reja, sepse ka herë defekte, po ka dalë në drejtë, në rregullohet çdo sen. Çdo fermer përfiton nga Ministria e Bujqësisë 90 euro për kokë lope, ndërsa për litër të qumshtit kjo ministri nda nga 7 cent, me mjete bujqësore dhe për litër të qumshtit edhe komuna jep kontributin e saj. Në komune e Malishevës, të më thonë, janë parafërsisht 5500 krerë. Është rrit numri i tyre, gradualisht po rritet, pasi fermerët janë ka ashtojnë numrin e lëbëve qumshtore, sidomos, po kemi edhe për majmeri që majnë. Komuna mundohet me buxhetin e vetë të i dalë ndihmë. Në këtë rast kemi dhënë disa herë mekanizëm bujqësor, kemi jep sera për kultivimin e bashkëve tyne, gjithherë duke mbështetur edhe në buxhetin e komunës, po edhe në organizatat vendore dhe ndërkombëtare, që na bashkë me subvencionim ja kemi dalë që një pjesë të madhe, domethënë të fermerëve ta përkrahemi, qoftë me pajisje, qoftë me serë, qoftë në ndarjen buxhetore nga Drejtoria e Bujqësisë dhe kryetari Kastrati, kemi nda që disa vite ka 4 cent për litër qumsht, marrët i kemi jep 3 cent, dërsa nga si vjetë kanë 4 cent për litër qumsht, që e dërzojnë në njërë industriale në për firma dhe që e marrën qumshtorit në komunën tonë e që e dërgojnë për në fabrikat qumshtit. Familja Bashota, brez pas brezi, njihet si familje që merret me blegtori e bujqësi.